Futbollistët e kombëtares së Kroacisë mposhtën Malin e Zi me rezultatin 3-2 në Podgoricë në ndeshjen e luajtur mbrëmjen e së hënës, por më shumë se sa ndeshja, që s'kishte shumë vlerë, morën vëmendje disa incidente në tribuna, siç shkruan sot portali malazez Vijesti nga tribuna në jug të stadiumit në Podgoricë, ku ishin të vendosur kroatët. Në fillim të ndeshjes, u dëgjuan brohërimat vrite serbin, gati për ade dhe flamuri ustash po valvitet këtu. Këto dy të fundit janë slogane të lidhura me ustashët. Siç shkruan media malazeze Vijesti, stadiumi në Podgoricë ju përgjigj këtyre brohëritjeve me fishkëllima të forta. Ja se si e shpjegon gazeta malazeze atë që ndodhi në ndeshje. Për më tepër, tifozët kroatë shfaqën një banderol me mbishkrimin "Ska falje", duke aluduar në sloganin e tifozëve malazez në ndeshjen e parë në Zagreb, ku shkruaj "Galovçeni vajton Zana, na fal Dubrovnik". Tifozët malazez me këtë mesazh kërkuan falje për bombardimet e Dubrovnikut gjatë vitit 1990 nga ushtria jugoslave. Bombardimet aso kohe kishin nisur nga territori i Malit të Zi. Në atë ndeshje të kaluar 2 muaj më parë të luajtur në Zagreb, ajo banderol ishte pritur me duar trokitje, por përgjigjja e tifozëve malazez në fund ishte me brohëritjet "Ustash, Çetnik, ikët së bashku", shkruan Vijesti. Spikeri i stadiumit vazhdimisht gjatë ndeshjes paralajmëroi tifozët që të përmbahen nga thirrjet politike, fyese dhe nacionaliste në drejtim të njëri tjetrit.